kulturë. Jo në të pranë. Jo. Problem vetëm kultivimi. Problem veç kultivimi, si atëherë. Një që era në kalum, do të thonë veç kultivimi. Unë e pranoj edhe 2 vjet në pafreshëm. Pranimi i fajësisë nuk është i plot, por është i pjesërisht. Atëherë refuzohet pranimi i pjesërisht i fajësisë nga ana e të akuzuarve të lartcekuar. Ka filluar rigjykimi ndaj të akuzuarve Fete Ujgur, Alajdin Ramadani, Filip Mishevski, Erol Marku, Alban Maloku, Ertan Daqiq dhe Milazim Voci, të cilët akuzohen se kanë kultivuar 2059 bimë të llojit Cannabis sativa, si dhe 32 kg marijuan. Prokuroria speciale Habibe Salihu dhe mbrojtësit e të pandehurve thanë se qëndrojnë pranë fjalës hyrëse dhe asaj përfundimtare të dhënë në gjykimin e parë. Gjithashtu edhe të akuzuarit qëndruan pranë mbrojtjes së dhënë më parë. Duke pas parasysh të gjitha provat janë administruar në gjykimin paraprak dhe nuk kemi ndonjë provë tjetër të re. Pashtu veçësim të ekonomizimit të kësaj procedure, propozoj të gjitha provat të konsiderohen të lejuara. Mbrojtësi i të akuzuarit Voci, avokati Leutrim Syla, kërkoi sqarim se pse data e shkatrimit të narkotikëve është më herët se sa data kur është bërë ekzaminimi i tyre. Çka na bën të dyshojmë se çka është ekzaminuar? Nëse nga prokuroria nuk do të kemi sqarim lidhje me këtë procedurë, konsideroj se kjo provë është qartazi e papranueshme. Ky propozim dhe ai për dëgjimin e një dëshmitari u refuzuan nga gjykata. Janë marrë mostrë për testim të laboratorit. Ne çedem që të njëjtat të përdorur si provë gjatë shëtimit. Trupi gjykues refuzoi edhe propozimin e avokatit të Ujgur, fitim shporta për ekzaminimin e një videoje, me arsyetimin se është ekzaminuar. Në fjalën përfundimtare, prokuroria kërkoi të shpallen fajtor të akuzuarit. E mbrojtja kishte disa kërkesa lidhur me klientët e tyre. Nuk ka asnjë rrethon që të njëjtit të përjashton nga përgjegjësia penale, i propozoj gjykatës që të njëjtit të shpall fajtor. Të shqipton dënime siç është parapar në kodin penal të Republikës Kosovës. Kërkoj nga kjo gjykatë që të mbrojë të rritem ta dërejda kjo akuzë që i vijë në barë, pa prova, vetë prova të bashkëqyqura, a vërtetoj pa fajësi. Për veprën penale, të cilën e ka pranuar vazhdimisht kultivimi i bimës së hashashit, që dënimi të jepet në përputhje me kohën e kaluar paravork, vetë kom propozuar mosën e dëbimit nga Republika e Kosovës. Ka qenë gjatë gjithë kohës vetëm punëtor dhe i cili atje ka shkuar për shkak të gjendjes së vështirë financiare, dënimet financiare duhet të jenë në proporcion me gjendjen ekonomike. Mbrojtësit tjerë qëndruan pranë fjalës përfundimtare të dhënë më parë. Themelorja i kishte dënuar me 28 vite burgim dhe mbi 50.000 euro gjop të akuzuarit, por apeli e ktheu rastin në rigjykim. Të akuzuarit ngarkohen se nga koha e pacaktuar e deri më 16 shkurt 2022, duke vepruar si grup i organizuar. Në udhëheqjen e Fete Ujgur kanë kultivuar hashash në laboratorin brenda objektit Mulliri Voci 1 në fshatin Shirok të Suharekës. Ata ngarkohen për pjesëmarrje ose organizim i trupit kriminal të organizuar, lidhur me blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, si dhe kultivimi i bimës së hashashit, shkurës së kokainës ose bimëve të kanabisit.